Imagjinoni se sa e vjetër mund t'jetë kjo pema, shekullore besoj. Shumë e vjetër se i kanë vënë edhe këto drasat e që mos bjeri poshtë. Ja dhe pema nga afër, se erdha u afrova, ja dhe Solja ime e sulur atia, zemra ime, edhe lexova pak të historinë e kësaj pemës edhe gjithë pjesës tu. Tani kjo pjesa këtu ka qenë në borri i fshatit, që dikur është te ishulli, do shikojmë ishullin këtu të gjithë ta vizitojmë. Po. Edhe që po thoja, muzeum, po. E gjithë kjo sheshi këtu dhe pema ka pas një histori dikur që mblidheshin gjithë fshatarët dhe kryetari i komunës dikurshme është 700 vjeçare. Peace. Mami të shkoj që këtu. Ka dhe kura të vëllë. Po. Qa kohë sot. Ne kemi ardhur në ishullin right now. Por unë kam harruar të bëj hapjen e vlogut të ri. Mirë se erdhët në kanalin ton. Solea Family. Bravo Marmela. Unë jam Solea. Unë jam Sidi. Solea afron mikrofonit që ti dëgjohet zëri. Ti Solea, çka ke për të thënë mami? Të pëlqen këtu kaq sa kemi parë neve? Është bukur? Do vinë do jetojmë këtu ne? Apo nuk e ndron Konstancën ti për këtë? Nuk e dua. Nuk e do që na këtu? Nuk do këtu ti? Jo, dua në Lodra. Do nga Lodra, to jeta ime, po do shikojmë se më poshtë ka edhe parqe për fëmijë. Koha është super e bukur, edhe do ta shijojmë këtë ditën sot, me që është edhe diell. Do dalim xhiro sepse është hera e parë, do shikojmë se çfarë ka ishulli right now. Si ditë e diel, si ditë pushimi që kemi të tre, mundohemi gjithmonë që ti shijojmë ditët e pushimit, të kalojmë kohë së bashku dhe të krijojmë kujtime për veten dhe për Solean. Edhe u jam Solea. Ti je Solea, drita ime. Mos harroni të bëni Subscribe. Në kanalin ton Solea Family. Shumë faleminderit të gjithëve që na ndiqni, ju dërgojmë shumë dashuri. Jemi shumë të lumtur për të gjithë mbështetjen që na keni dhënë. Një subscribe është shumë për ne, që kanali jon të rritet, edhe e gjithë puna jon të shpërblehet. Ju falenderojmë të gjithëve, mos harroni të shtypni zilën poshtë. Po edhe follow në Instagram me njëjtin emër, Solea Family. Piko. Si që fat ne ishim edhe të kjo kisha këtu gjithmonë kur ka shkojmë në vende, vizitojmë vende të ndryshme, po patikisht do kthejmë gjithmonë, edhe e kemi kështu si traditën tonë, që se jemi ortodoks, sigurisht që nuk është se shkojmë rregullisht, por në raste të tilla gjithmonë kthehemi te kisha. Sot do dalim edhe do hajmë. Solea shumë e uritur dhe ishim aty brenda dhe tha, hajde mami tani se do hajmë, tha tani. Kështu që nuk e di çfarë do bëjmë, do shikojmë, po gjetëm në një vend, do ulemi tam në një gjë të vogël, në një gjë kush e di.
Tani në pranverë është koha perfekte për të vizituar Gjermaninë, sepse Gjermania ka shumë gjelbërim, ka shumë parqe, ka liçeni, është shumë bukur. Shijon edhe natyrën edhe të gjitha. Tu jemi tek liçeni. Në fakt, të gjitha këto vendet që janë rreth e përqark Konstancës janë shumë të ngjashme, sepse janë vende që lagen nga i njëjti liçen, edhe mua më duken pothuajse të njëjta, por secila ka bukurinë e vet dhe veçantinë e vet, edhe këtu që nga shumë lezetshëm. Kaq sa kemi parë neve deri tani, ka edhe disa qytete të tjera rreth Konstancës, ato e kemi parë, po atëherë nuk bënim vlog që t'ju tregonim, mbasi të shkojmë sërish. Shumë bukur është dhe nëpër ato vendet e tjera përreth. Ka vende që mund të shkosh edhe me anije, edhe me makinë, të gjitha mënyrat e transportit, por që edhe me anije është shumë eksperiencë e bukur të vizitosh një vend, të bësh udhëtimi me anije rreth liçenit, shumë e bukur është. Do bëjmë një pauzë të shkurtër këtu, jemi ulur te 2 buzë liçenit, edhe na bie ky dielli, po e shijojmë. Dhe fatmirësisht ka disa javë që ka qenë koha shumë e mirë. Po, na ka knash. Ka pas shumë diell çdo ditë. Ja dhe Solea, jeta ime. Sa herë Po jetë kura të liçeni ka qef kur bën atë zhurmë. Sa herë vere Solea që bëj un video edhe del edhe si të dalim ne të dy dhe nuk është ajo, vjen me vrap se dua edhe unë të dal aty. Këtu edhe në disa momente të videos fatkeqësisht më shfikur mikrofonin, nuk e di se çfarë ka ndodhur, por në këto momente po na përshëndeste një çift gjerman, ja tek janë të dy, pasi I kam marrë leje që mund t'i filmoja sigurisht, po ju a tregoj edhe juve, ata me kënaqësi donin të dilnin në kamerë, edhe këtu po na pyeste zotria se çfarë po bënim neve, çfarë ishim duke filmuar, edhe kishin dëshirë që të na shikonin edhe në YouTube. Unë I tregova emrin e YouTube-it, edhe zonja e mori emrin dhe donte ta bënte edhe follow, ja tek ishte edhe këtu, fut në YouTube që t'na bënte follow. Biseduam me të dy personat, me çiftin, ishte një çift shumë I mrekullueshëm, shumë interesant. Zotria ishte inxhinier, edhe kishte personi I parë që kishte krijuar dyert që hapen si krah të makinave deri larg të firmës Porsche. Edhe ne kërkuam dhe në internet edhe doli emri I tij, edhe ky ishte personi I parë që kishte krijuar këtë gjë, mund të themi që ishte goxha I famshëm këtu në Gjermani. Ishte shumë interesant, shumë social, të dy si çift, ndërsa zonja ishte mjeke familjare, punonte si mjeke familjare në një fshat, jetonin diku 2 orë larg nga ishulli ku ne shkuam, nga Reichenau, edhe këtu prap nuk ka zë dhe unë po tregoj përsëri rreth bisedës që ne folëm me të dy, me çiftin, ata na treguan pastaj për jetën e tyre, na tha zotria që ne ishim një çift shumë interesant dhe përsillshim shumë energji të mirë pozitive, dhe atij bëri përshtypje dhe tha që nuk dukeni fare falso, tha dukeni shumë real në gjithë momente kështu të lezetshme të bukura, madje na kanë kërkuar edhe kontaktet, flas për gjermanët këtu. Edhe sot e njëjta gjë, kjo gjë ndodh shpesh edhe është shumë e bukur, pse jo kur na flasin dhe diskutojmë edhe ne flasim pak gjermanisht. Unë mendoj duhet të qëndrojmë pozitiv, se nuk kemi asgjë për të humbur, vetëm se mund fitojmë. Duke qëndruar pozitiv, mund të tërheqim me anë të energjisë tonë edhe njerëzit e dur në jetë, ose në jetë mund ndodhin edhe mrekulli, kështu që po edhe thjesht edhe për të ndier vetë më mirë, është më bukur kur qëndron pozitiv se sa I stresuar ose. Po patjetër. Edhe ai ishte shumë pozitiv dhe tha që çdo gjë që mendja e njeriut e ka, e mendon, është e realizueshme, edhe unë shumë njerëz nuk më besonin, tha që do bëhesh aty që jam, tha, por ja që ja dola, tha, të tjerët qeshnin tha me mua, tha, por që unë ja dola, tha, dhe që s'kisha as para, tha në fillim kur doja të ndiqja ëndrrën time. Kam bërë gjitha këto që kam bërë deri tani, se ishte goxha në moshë. Kishte 40 vite eksperiencë, pune, përvoj pune, por që kështu, ishte shumë gjë e lezetshme këtu në Reichenau.
njerëz, shikoni çfarë radhe. Ha? Ka vend aty brenda. Ka vend aty. Po, të shohim e bëjmë, shkon çfarë radhe këtu. Nuk ka restorantet e tjera full, dhe këtu full. Cuida do celular. Wow. Ja, kupte może. Shikoni sa trung të madh pas ka kjo pema. Sot. Mami, Wow. die gaan je toch niet her. Gjetër shumë. Shiko që kemi gjetur. Kura të bardhë po i mbledhim. Edhe i kemi kujtim. Lime. Tani përse i përket ditës së sotshme, përse i përket këtij ishullit, Reqnau që ishim ne sot, është një vend shumë i bukur, interesant për të parë, por shumë i vogël më duket mua, edhe për një dyndje të madhe turistësh. Mendoj se duhet të ishte më të zhvilluara, duhet kishte më shumë restorante, kishte më shumë mundësi argëtimi edhe për fëmijët. Me sa vura re, unë ishte vetëm një park i hapur, i cili po restaurohej edhe e kishin mbyllur ata, dhe Solea sot nuk ka luajtur fare te parku. Dhe restorante ishin 3 ose 2 restorante, nuk pash më, kështu që kjo pjesë nuk është se më pëlqeu shumë, më duk shumë i vogël si ishull, edhe mendoj se mund të ishte edhe më mirë zhvilluar dhe i strukturuar nga kjo pjesa e turizmit. Për të bërë shëtitje tek pjesa rreth liçenit, ishte okay, si fshat i lezetshëm, ishte shumë natyrë e hapur, pa ndërtesa, thjesht toka të punuara, baçe, po kaq, jo ndonjë gjë më shumë interesante, vetëm pa kjo qendra këtu në fillim, edhe kaq, nuk është se do vija një herë të dytë, me thënë drejtën, vetëm nëse do kishte një organizim në gjë kështu, por të vi prap, nuk ndonjë gjë kush e di. Tani ne do ta mbyllim këtu këtë vlog. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer, të keni kaluar edhe ju disa minuta relaksuese, ashtu siç kaluam edhe ne sot, këtë ditë shumë të bukur. Gjëja shumë e rëndësishme për ne është një subscribe nga ana juaj, nuk kushton asnjë gjë, është falas. Mjafton të shtypni butonin subscribe, abonoheni në kanalin tonë në mënyrë që të shikoni të gjitha videot që neve hedhim në kohë reale. Ishte një diel shumë e bukur, shumë e qetë, shumë e relaksuese. Mos harroni të na bëni subscribe tek Solea Family, edhe në Instagram follow me të njëjtin emër Solea Family. Faleminderit që na keni mbështetur deri tani. Ju përqafojmë edhe miru takofshim në videon e radhës. Mirupafshim. Ma paçi.